Disa vite më parë, një darkë luksoze në restorantin e famshëm të Nusretit me pjesëmarrjen e Arbia Maznikut, Arben Ahmetaj dhe zyrtarëve të tjerë shqiptar ndezi reagime për mënyrën se si përfaqësues të një vendi të varfër shijonin luks me fatura maramendse në Dubai. Ndërsa ajo histori është zbehur në opinionin publik, një tjetër rast me ngjyrim të ngjashëm po ngre pikpyetje. Një faturë prej rreth 2700 eurosh e shpenzuar për akomodimin e ministrit Blendi Gonxhe dhe delegacionit të tij. Dokumentet tregojnë se pagesa, e cila arri në rreth 2.680.000 lekë të vjetra, është kryer me taksat e shqiptarëve. Fatura shënon Hotel Dubai, pa specifikuar qartë nëse ky çmim mbulon një dhomë apo disa dhoma, dhe nëse bëhet fjalë për një natë qëndrimi apo disa ditë. Nga publikimet zyrtare, Gonxhe ka qenë në Dubai më 28 dhe 29 tetor, megjithse mund të ketë qëndruar më gjatë. Në një vend si Shqipëria, ku burimet financiare janë të kufizuara, një akomodim prej 2.700 eurosh ngre dyshime të forta mbi transparencën dhe arsyetimin e këtij shpenzimi. Nuk dihet nëse ministri ishte i ftuar zyrtarisht apo pse nuk u prit nga homologët në Emirate. Sipas Sublime, kjo nuk është fatura e plot. Biletat, dieta dhe ushqimet mund ta çojnë totalin përtej 3.000 eurove. Pas Dubait, Gonxhe ka vijuar udhëtimet zyrtare edhe në Riyadh, Itali e më gjerë, ndërkohë që ndaj tij media ka publikuar dhjetëra denoncime për abuzime. Ndërsa Ahmetaj u bë simboli i luksit të politikanëve shqiptar, duke përfunduar në Arati, rasti Gonxhe hap një debat të ri mbi mënyrën se si përdoren fondet publike.